Nisja e sezonit turistik veror në Ksamil ka sjellë edhe shtimin e turistëve vendas dhe atyre të huaj që po shijojnë ujërat e Krisalta si dhe motin e favorshëm të qershorit. Përmirësimi i infrastrukturës turistike premton për më tepër pushues këtë sezon turistik në Ksamil. Ndërkohë autoritetet vendore dhe institucionet përgjegjëse kanë marrë masat për garantimin e hapësirave publike në plazhe, duke e siguruar zona të dedikuara për pushuesit pa pagesë, sipas planit të menaxhimit të sezonit turistik. Këto hapësira synojnë të ofrojnë akses të lirë për qytetarët dhe turistët krahas zonave të administruara nga subjektet private. Po ashtu janë forcuar edhe masat për sigurinë ujore për gjatë vijës bregdetare. Në plazhet e frekuentuara janë vendosur vrojtues plazhi, sinjalistik informuese si dhe pajisje të ndihmës së shpejtë, ndërsa strukturat përgjegjëse monitorojnë respektimin e rregullave të lundrimit për mjete detare, me qëllim garantimin e sigurisë së pushuesve gjatë sezonit veror. Ksamili vijon të mbetet një nga destinacionet kryesore të turizmit bregdetar në Shqipëri, duke nxitur interesin në rritje të turistëve për Rivierën shqiptare.